Mirëmbrëma Bac. Mirëmbrëma. Ma ka shoqëru Kujtim Gjuzi me të thellë Bac. Atëhere, unë quhem Sefedin Likaj dhe jam edhe antar I Këshillit Bashkiak Kurbin. Pra me kujtimin të shi se jena në koalicion e di veti. I përmene vetë koalicionit, duhet me I maj koalicionit. Por unë do të them diçka, që ti sak qa ke I fort. Unë se dita si je maj fort se Kurbinasit, se ty sti fikën drita, ta ke arë me drita, se ne dje për koincidencë ne të Këshillit Bashkiak ne I fikën dritat, ne të djathtëve. S'na lan me fol as I fjalë për buxhetin. Se ti e di se sa ko ka buxheti. Ne të deri në ora 3 natës ju. Kurse na kena nej 15 minuta tu kap me ta, biles e kam I nxorë në Facebook, nuk I dhanë du ma to se po I nxjerë në Facebook, edhe thash po va bëj si Sali Berisha, thash se s'kena rrugë tjetër. Të lumë. Qëndrum sa qëndrum, fatmirësisht opozita në Këshillin Bashkiak, si kësa herë nuk është bëma më e fortë si asnjëherë tjetër. Ju lumt. Sepse I kishim shumë arsye. Sidomos unë personalisht në njësinë time administrative Milot, na kishte premtu kretarja se do bëjmë 3 rrugë. Nuk na boni asnjë. Edhe nuk disha si me ngrenë kartonin pro se si ishte pa logjikshme. Si mjet na ka fut edhe do gjëna tjera, thash mush me na marru që dhe të parat, po jena më dakord. Tha, qkeni ju, tha se do t'i fillojmë. Gjithsesi, ne si antar Këshilli, ti e ceke aq bukur, sa që ke nevoj për këto partit e vogla. Unë faktikisht me thonë drejtën që këtë radhë kandidova se I thash Gjevalin Laskës më fut djalin në listë nantin, prish punë, punoj për ju, në thash se nanë, besoj se ka t'i qitë lullë basha, se një qiti sa unë. Po me gjitha ta nuk e futja unë prej natit u futa vetë. E mora vota ma shumë se ato. Të shim faktikisht unë jam biznesmene, munohëm me ba pak se vap, I një mëj këtë fukarejt e noshta pranim kanë një mu, kanë nëzirë. Gjithsesi, mirë është me folë shkurt edhe sak, por I sugjerim do t'a bëj. Aty në këshilltarëve të djathtë do të më vaqa pak hallin. Sepse noshta janë edhe pa buk, e votojnë ka herë pro, kurse mu më thonë se Fedin thot, qo flit ti thot, se ti ke dal me vota këto të peses, se na s'kena guxim me folet, na bin qatë rrugë se nuk kena mundësi me fola si fjallë se na egën pri pune. Mirë po unë faktikisht e bona I urë. E bona I urë se gati sa gjysë me urës më kanë hek shpenzime t'ju tur mrapa, t'u unej mazdere. 3 antar I Këshillit. 3 antar I Këshillit t'u prej 2 orë me taku kretarën e bashkisë, veç t'u ka bon vaki. Shumë faleminderit. Të shi, mush me bashku opozitën, me rinovu, se unë nuk mund të thamë servila si që thoni pjesë, po I pjesë I ke edhe interes agji. Kanë qef, noshta përmenzon e ven pune, kurse unë për veti si antar Këshilli, veç që kam shpenzu se haram ma po zoti me hangër gjanë në popullin. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Faleminderit për ndërhyrjen, për diskutimin. Me një rrugën e drejtë. Dhe për ndihmën që I jep komunitetit. Për të gjitha shumë faleminderit. Kemi pyetjen e fundit? Pasi bacu ka vaje.
Mirë se erdhe në kurbinin e Gjergj Kastriotit Skënderbeu, zoti Berisha. Unë jam Pashk Lala, i përnjek politik, jam 85 vjeç, jem një 2 vjet sa para ti. Po. Mirë po, ju falënderoj në radhë parë se ju e pështut Partinë Demokratike e ngritët e formut ashtu si kur në 90-ën se a Lul Basha e pa të shet. Dhe i bëjnë thirrje të gjithë njerëzve, të gjithë poplit. Mos të shkojnë mas disa partive të vogla sa ato i ka ble me pare e Derama për ta vëfnu Partinë Demokratike, për t'ja hek elektoratin. Kurse, sepse njerëzit shritin e në blehen, sa shef ki mikrofonin këm ka kalu një 5-6 herë ka hek si hajdut, që ki nuk ma ka pru. Unë nuk ka marrë këtu me thanë nëna mere, nëna kjeshe, po ka marrë me përshnet Sali Berishën. Po, masëri, zoti Berisha, kam një thirrje, të përnjekit politik derin sot janë lanë dore funit. Mos me thanë ase para, ase dyta, ase treta, po janë lanë dore funit. Shmenim keni për shtresën tonë, se na kena ngellë këtu edhe ligjin, ju falënderoj me keni banë që ishtë një fillim për shpërblimin e përnjek me politikë. Mirë po, si puna një i fmije, si e njepi karamele, sot i karamele nesër e me rënjë si puna. Jova, jena njerëz, jena familjar, njerëzit nuk na kanë vdek për copa buke, po kanë vdek për ideal. Kanë vdek kundra bishës komuniste, edhe ato që janë burgos, në ato që janë gjallën e sët, kanë vuj sepse komunizmi do të mi shtyp. Mi lanë se unë po i bje shkurt se nuk ashtë fort, se më ka mërzit ki bacuni ka vajs qadena, e nuk jam fort më regull, se për zotë si me që jam bacu ka vaj e tjaka. Masani zoti Berisha, si kurse edhe këtu, unë për respektin tanë ka marësot dhe këtuna dhe të gjithë demokratve, sepse duhet të mledhë në si 90-ën e mos të shitna dhe mos blina. Se me pare shitet një lopë ose i bakti, njerëzit sot shiten me pare. Sikur i ka ble votat me pare. Nderit. Ju përshlet zoti Berisha, e u bashkë, unë kom për të po 300. Unë edhe të u bashkë 400, se për zotin pa taj, nesër e mas nesër, si kur ki kështu në shashtu, rëjnë të adreve, shesin Partinë Demokratike. Po Kurbini nuk lu. Kurbini ka ideale zakonore, njerëzore, tradita, familjare, e si dusht. Përshlesim Berisha. Shumë faleminderit për mbështetjen, faleminderit shumë për pranin këtu në këtë takim tuaj, faleminderit për mbështetjen dhe ju garantoj se Partia Demokratike në pushtet do të shlyej çdo detyrim që ka ndaj shtresës suaj dhe projektin që kishte në vitin 2013. Të gjitha detyrimet e qeverisë dhe të shtetit shqiptar ndaj jush përfundonin brenda atij mandatit. Zgjedhjet nuk i fitoi Partia Demokratike, i fituan ata të cilët ka një urrejtje për shtresë të përdjekjeve politikë se e kanë trashëguar, por në rastin më të parë Partia Demokratike do bëjë çdo gjë për të shlyer detyrimet e mëdha që shoqëria shqiptare, Partia Demokratike dhe shoqëria shqiptare ka ndaj jush. Faleminderit, ju presim të gjithëve të hëna më 22 dhjetor në orën 18 në protestën tonë madhështore në Tiranë.